Telashja sprova që sprovohet robi një formë prej formave të kurthave të shejtanit, e ban vezvese njeriun dhe do të thotë shejtani e ban vezvese në iman, e ban vezvese a thua Zoti ka kriju xhennet dhe xhenem, po thojnë këto xhallar, po kush u kanë atje? Se thojnë shkijet këta. Ka musliman që vet. Ka pi popullit ton që e vet këtë punë. Hoç kush ka arpi xheshit që e din këtë punë? A nuk është vezvese e shejtanit? Kush mund me mendu ndryshe përveç se shejtani në këtë formë? Atëherë ti mendjen tënde, hoxhin ato fol për një armik të mrenshëm. O vëllezër, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani qarkullon në trupin e njeriut sukur gjaku që qarkullon. Sukur gjaki që qarkullon. Prandaj ti që mendon kështu, ta di se ke dhënë mendjen tënde shejtanit më ta menaxhu për me menu te prap. A thu këtë senet i ka kriju, po Zotin kush e ka kriju? Kjo është vezvese e shejtanit. Prandaj muslimani duhet mu bazu në Kur'an dhe në Sunnet, dhe kur të vinë kësi vezvese me thonë e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkoj mbrojtje nga ai që ka të mbron nga shejtani. Me nejt me abdes, e me thonë bismillah, e me thonë e'udhu billahi minash shaitanir rajim, e mos me nejt me njerëz dinësëz edhe ashtu me radhë. Prandaj forma prej formave të mashtrimeve të shejtanit është se e ban vezvese shejtani alayhi lan.